Përshëndetje dhe mirë se vini në analizë. Në 50 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike midis Bashkimit Evropian dhe Kinës, ne kemi të bëjmë me një ngjarje të rëndësishme. Është kjo një histori marrëdhënies që ka patur uljet, ngritjet e veta, por që nuk është ndërprer asnjëherë. Në këtë aktualitet, pas vendosjes së tarifave nga administrata amerikane ndaj Bashkimit Evropian, por edhe Kinës, po shihet një dinamik e re në zhvillimin e marrëdhënieve midis këtyre dy tregjeve të mëdha botërore. Unë sot kam të ftuar për të diskutuar për këtë marrëdhënie diplomatin e njohur Spartak Topolaj. Faleminderit që pranuat ftesën për të biseduar në analizë. Faleminderit nga ju që më ftuat, me kënaqësi kam ardhur. Dhe siç edhe thash, 6 maj shënon edhe 50 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis Bashkimit Evropian dhe Republikës Popullore të Kinës. Sigurisht që Europa dhe Kina kanë marrëdhënie të shënuara që në antikitetin e lashtë, pra dy qytetërime antike. Megjithatë, kemi të bëjmë edhe me dy shtylla të mëdha ekonomike botërore, të cilat prodhojnë dhe 1/3 e prodhimit të brendshëm brut të botës, dhe bazuar historikisht në këtë marrëdhënie, e cila nga pikpamja diplomatike është tashmë një marrëdhënie 50 vjeçare. Ju si do ta cilësonit, si do ta vlerësonit? Kina është një vend i madh, një vend gjigant, me një histori të madhe, të lavdishme, të lashtë, që i ka dhënë shumë njerëzimit. Dhe që kur ka ndodhur, dhe s'mund të ndodhë që Kina të injorohet. Nga kjo pikpamje, qytetërimi kinez, kultura dhe historia e saj duhet jenë patjetër në qendër të vëmendjes, si dhe zhvillimet në mënyrë të veçantë, zhvillimet e periudhës së pas luftës së dytë botërore të Kinës dhe në epokën moderne, në epokën aktuale që po jetojmë. Fakti është që Kina sot është fuqia e dytë e botës. Ama për nga prodhimi, nga GDP-ja, domethënë, prodhimi i përgjithshëm, Kina është patjetër sot me rreth po shkonte $20 trilion prodhimi i përgjithshëm, dhe vjen fill mbas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që është rreth 30-at, duke lënë mbrapa pothuajse të gjithë shtetet sado të mëdha dhe të fuqishme, përfshi dhe vetë Indinë, që është shteti i parë sot për nga popullsia. Dhe mendoj që nuk mund ta nënvlerësoj as Bashkimi Evropian Kinën, kur dhe Kina në asnjë mënyrë, dhe se ka bërë këtë gabim, nuk e ka nënvlerësuar Bashkimin Evropian. Në këtë kuptim, raportet kanë qenë që kur u vendosën sot e 50 vjet më parë, eksaktësisht me 6 maj, janë dhe mendoj se do t'jenë gjithmonë shumë të rëndësishme për të gjithë zhvillimet, qofshin ato ekonomike, po edhe politike botërore. Kështu që, sipas mendimit tim, optikës me cilën unë e shikoj raportin Bashkimi Evropian Kinë, ose Kinë Bashkimi Evropian, duhet jetë në të mirë në radhë parë të dy vendeve, në kuptimin e Bashkimit Evropian ta marrim si një vend të vetëm, sepse 27 vende. Janë 27 shtete që kanë rënë dakord herët që të jenë unik në këto gjëra, plus të veçantat e tyre, dhe Kina që është ajo që është. Mua më është dukur shumë interesante edhe fakti që këto marrëdhënie, që në fillim ishte akoma gjallë kryetari Mao, pra i cili ndroi jetë me 9 shtator të 76-s, pra që në 75-ën u vendosën. Si marrëdhënie diplomatike, jo se s'kishte Kina marrëdhënie, ishte edhe me Anglinë dhe me Francën, e kishin vizituar Kinën me radhë presidentët e Francës, kryeministrat britanik, presidentët dhe kryeministrat italian, gjerman e me radhë. Por që idetë e para për një vendosje të marrëdhënie diplomatike dhe një zhvillim të madh të marrëdhënieve dhe qofshin politike dhe ekonomike dhe të shkëmbimeve sidomos, dhe për të përfituar dhe nga teknologjia që në atë kohë Bashkimi Evropian ishte përpara në kuptimin, i takon të parit Mao Zedongit, dhe besoj e ka vendin e nderit në këtë raport.
por dhe presidentët e tjerë, që nga Liu Shaoqia, Sun Qindini, Dun Bihuja, Ye Qianjini, Li Xianjeni, e me radhë deri te Hu Jintao dhe aktualisht presidenti Jiang Zemin, mendoj që kanë punuar mirë në këtë drejtim dhe Kina nuk ka ceduar në raport me BE-n. Nga njëherë BE-ja ka pasur disa lëkundje, shtetet ndryshme të saj, por kjo është e vërteta. Në mënyrë të veçantë, marrëdhëniet me Bashkimin Evropian morën hof, pra në 75-ën, u vendosën dhe morën zhvillim, sepse ishte realizuar dhe vizita e presidentit të famshëm Amerikan, Richard Nixon, republikanit famshëm, bashkë me sekretarin Amerikan shtetit Henry Kissinger. Kështu që unë mendoj se ka qenë, është dhe do tjetë në të mirë të zhvillimeve botërore edhe të njerëzimit që raportet Kinë-Bashkimi Evropian të jenë gjithnjë e më të mira dhe gjithnjë e më të zhvilluar dhe më intensive. Duke vijuar edhe këtë opinion tuaj, sigurisht që në pas viteve 2000 kemi edhe një hovë më të madh disi të këtyre marrëdhënieve, kryesisht me krizën financiare që ndodhi në Europë dhe preku vendet të Bashkimit Evropian dhe ndihma që Kina në atë periudhë të krizës në vitet 2008-2010 dha për vende të tilla si Greqia, Italia, Spanja, Irlanda, Portugalia. Më shumë krizë. Më pas 2013 që u vendos partneriteti midis dy fuqive të mëdha ekonomike dhe ku presidenti kines Xi Jinping shpalli në të njëjtën kohë edhe këtë partneritet, por edhe në kuadrin e nismës kineze Një brez një rrugë dhe vim pastaj në vitin 2021, i cili është tepër i rëndësishëm për këto marrëdhënie për sa i përket nënshkrimit të marrëveshjes strategjike të bashkëpunimit Kinë-Bashkimi Evropian në fushën tregtare të tjerë. Dhe jemi në ditët e sotme, ajo që diskutohet më së shumti në mediat ndërkombëtare, në analizat ndërkombëtare, është edhe kjo skenë ndërkombëtare pasardhjes në krye të administratës amerikane të presidentit Trump, i cili tashmë i ka bërë publike tarifat ndaj vendeve të ndryshme të botës, po kështu ndaj Kinës me 145%, por edhe ka vlënë edhe një pauzë 90 ditore për sa i përket Bashkimit Evropian dhe edhe Pekini dhe Brukseli po përballen me këto tarifa dhe kanë shkaktuar paqëndrueshmëri në tregjet globale. Dhe sigurisht që edhe Europa në këtë situatë po kërkon që të diversifikojë pak a shumë partnerët tregtar përballë aleatit të saj amerikan, i cili në këto momente po shfaqet me tarifa, me pauza, pra ka një lloj paparashikueshmërie. Dhe kemi një lajm më të fundit të Ministrisë së Jashtme të Kinës, dhënësit të saj Guo Jiaqun, i cili së fundit tha se duke mbrojtur bashkërisht në kontekstin aktual sistemin tregtar shumë palësh, Kina dhe Bashkimi Evropian do të sjellin stabilitet të vlefshëm dhe parashikueshmëri më të madhe në ekonominë dhe në tregtinë globale. Nga ana e saj, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në një telefonat me kryeministrin kinez Li Qiang ka theksuar përgjegjësinë e Europës dhe Kinës si dy tregjet të mëdha në botë për të mbështetur një sistem të fortë tregtar, të reformuar, të lirë, të drejtë dhe të bazuar në një fushë loje të barabartë. Si e vlerësoni këtë gjë? Tani kemi të bëjmë me një ndryshim total, domethënë të qëndrimeve. Me ardhjen ose riardhjen e presidentit Trump në krye të Shtëpisë Bardhë, në zyrën ovale, natyrisht që priteshin disa ndryshime sepse ai paralajmëroi që gjatë fushatës elektorale dhe ndoshta edhe këtu që dhe mençuria dhe suksesi i tij. Trumpi në ndryshim nga Bideni vendosi në mënyrë të veçantë rritjen e tarifave. Kjo, për mendimin tim, ishte pak e nxituar. Jo se nuk mund të bëhet dhe jo se mund të mos ketë të drejtë në disa drejtime, sepse ai shikon interesat e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, të ekonomisë amerikane edhe të vetat personale. Por duheshte pak më butë, më ëmbël dhe me ritme më të ngadalta në kuptimin dhe me përmasa më të ulta se sa ato. Tani t'i vështi 125 dhe 145% tarif maldrave kineze, kjo
duket që është e egzageruar dhe është pak tendencioze. Tendencioze. Natyrisht kemi edhe këta afatin 9 ditor, pra 3 muaj, dhe shikohet të shkërton, sepse reciprociteti gjithmonë ekziston, ti mund mendosh se fiton, po edhe mund të humbësh, dhe pala tjetër, mund të humbi përkohësisht, po mund të fitoj pak më vonë. Pra, duhen ruajtur, për mendimin tim, disa ekuilibra. Kina këtu ka qenë më e kujdesshme. Ashtu siç ka qenë e kujdesshme edhe në politikën e jashtme të saj, me ndërkombëtarët, në mënyrë të veçantë me Bashkimin Evropian. Udhëheqësit kinez i përmendëm një pjesë, se ka shumë e mund të them edhe. Kina në fakt nuk ka negociuar për sa i përket këtyre tarifave dhe sigurisht i ka kundërshtuar ato, ka bërë edhe paralajmërimet qeveria kineze në këtë rast dhe diplomacia që ato do të krijojnë pasoja shumë të rënda për shkëmbimet, për tregtinë. Dhe në rastin konkret, unë do t'i referohesha vizitës në fillim të prillit, që në fakt ishte edhe hapi i parë i një vendi të madh të Bashkimit Evropian, siç është Spanja, kemi të bëjmë me vizitën e kryeministrit Pedro Sanchez në Pekin dhe një lëvizje e tij që ai në një intervistë për Bloomberg ka thënë se ajo që presidenti amerikan po bën me tregtinë globale duhet ta shtyjë Europën të rishikojë gatishmërinë e saj për të gjetur partner të tjerë të rinj dhe për të hapur tregje të reja. Situata në Shtetet e Bashkuara do të thotë që të gjithë duhet përshtaten dhe kjo përfshin ndryshimin e qëndrimit të Europës ndaj Kinës dhe Kinës ndaj Europës. Dhe kjo është një deklaratë e rëndësishme e një vendi të madh si Spanja, një vend i Bashkimit Evropian. Ndërkohë edhe, siç e përmenda më lart, telefonata e zonjës von der Leyen me kryeministrin kinez dhe deklarata së fundmi e diplomacisë kineze për të riparë këto marrëdhënie dhe këtë bashkëpunim. Unë do të nisje nga përcaktimi i sakt, sipas gjithmonë në opinionin tim, i presidentit Xi. Nga kjo lloj lufte nuk ka të fituar. Sigurisht. Pra, duhet jemi të kujdesshëm. Mendon ti se fiton, po dhe humb. Dhe bëhet fjalë për shkëmbime tregtare që kalojnë triliona dollare. Këtë nuk është se nuk e di Trumpi, se e di dhe nga eksperienca e investiturës së parë, 2016-2020. Por ai e ka këtë stilin pak provokues, pak ndryshe. Po jo të gjitha gjërat ndryshe, për shembull, mund të jenë mirë, edhe në parë. Tani Bashkimi Evropian ka interesa me Kina. Ashtu siç ka edhe aleancë të gjatë që kur është krijuar në 57 nga burrat e mëdhenj të shtetit, Alcide De Gasperi, Robert Schuman, Konrad Adenauer, e më vonë edhe të tjerët, ka interesa me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sigurisht është aleat i Qofshin madh. politike, qofshin ekonomike. Fakti që janë në NATO dhe është domethënës. Por kjo zë thotë që s'ka interesa me Kinën, se Kina është sot një fuqi e madhe, thamë e dyta në botë. Po, dhe për ta aktualizuar, vetëm në vitin 2024 eksportet e Europës në Kinë kapën shumën 213 miliard euro, ndërsa importet nga Kina 518 miliard euro. Gati 3 fish. Dhe këto janë shifra domethënëse. Që flasin vetë, këto s'ka nevojë të komentojnë. Unë gjykoj se qeveritë kineze edhe paraardhësja e kryeministit Li Keqiang dhe këtij që ka të njëjtin emër por pak Li Qiang, janë treguar të përmbajtur dhe të kujdesshëm edhe në këto raporte. Sidomos në raportet e shkëmbimeve tregtare, sepse prodhimet e mëdha kineze shkojnë në Bashkimin Evropian dhe shumë prodhime të Bashkimit Evropian, siç e thanë dhe me shifra, kalojnë në Kinë. Dhe këto duhet vinë duke u rritur, jo duke u sankcionuar ose duke e thënë pak më shqip, duke u gjobitur kjo lloj tregtie dhe ky biznes gjigant i shkëmbimeve. Duke krijuar probleme të tilla, të cilat edhe u pan me bursat, me tregjet, me bizneset, sigurisht që presidenti Trump nuk besoi se do të donte një Amerikë të izoluar nga aleatët kaq të rëndësishëm, siç është në rastin konkret Bashkimi Evropian, por gjithashtu edhe një bashkëpunëtor i rëndësishëm në tregti siç është Kina. Po të nisim edhe nga fjalët e presidentit Trump, edhe së fundmi në Rom, në Vatikan, që erdhi për funeralin e Papa
Bergoglios, Papa Francesco, do kuptojmë që edhe ai përdor më shumë politikën tërhiq dhe lëshon. Tash në mënyrë pak provokative, e luan bukur këtë rol Trumpi, dhe ai e di edhe fuqinë e Kinës, më radh parë fuqinë ekonomike. Pastaj flasim për ato ushtarake. Në prill të këtij viti, presidenti Xi Jinping ka bërë thirrje si Bashkimit Evropian, po ashtu edhe duke shprehur edhe qëndrimin e Kinës që të rezistojnë së bashku. Ndërkohë pritet që në korrik, me rastin e 50 vjetorit vendosjes marrëdhënieve diplomatike midis Kinës dhe Bashkimit Evropian, të dyja palët të mbajnë edhe një samit simbolik. Gjithsesi, në këtë atmosferë, marrëdhëniet Kinë-BE luajnë një rol vendimtar në peizazhin global të biznesit, sepse së bashku, siç e thash, përbën 1/3 e prodhimit brendshëm bruto botror. Dhe në këtë atmosferë ju shikohen edhe shenjat pozitive, domethënë edhe Kina ka reaguar ndaj qëndrimit të Bashkimit Evropian, po dhe Bashkimi Evropian i ka kthyer syt nga Kina. Shikoni në këtë situatë një të ardhme afat të shkurtër me një bashkëpunim, sigurisht jo për t'ju kundërvënë Shteteve të Bashkuara, por për të ridimensionuar këtë bashkëpunim. Për të krijuar një sistem, po e them kështu matematikisht, triangular. Pra, Amerika, Bashkimi Evropian dhe Kina. Duam apo s'duam ne, Bashkimi Evropian ka mbi 4.250.000 km², ka një popullsi ke 450 milion banor aktualisht, dhe ka një prodhim të përgjithshëm prej rreth 15 trilion. Pra, Amerika gati 30, Kina ke 20 apo shkon, dhe BE 15. Pastaj të tjera nuk e kalojnë 4-ën e 5. Dhe do t'ishte me rëndësi dhe për situatën gjeopolitike. Ti trekëndësh në globin toksor, i rri mbi kokë bile globit, duhet të ketë marrëdhënie mundësisht sa më të mira në të gjitha fushat, se është në të mirë të njerëzimit, ky triangular, politiko, ekonomiko dhe shoqëror, duhet të bashkëpunoj e të shkëmbej. Në rastin konkret, Amerika me Bashkimi Evropian me Kinën, kur Trumpi po bën këtë lëvizje në interes natyrisht sipas optikës tij, në interes të vet, të vendit të vet, edhe këta duhet dhe po tregohen, mendoj unë, të kujdesshëm, jo vetëm vajtja e kryeministit spanjol, po shenjat janë që unë shikoj edhe Melonin, që është e kujdesshme në deklaratat që bën, po dhe presidentin Macron, edhe kryeministrin britanik, Starmer, kancelarin Gjerman, atë që ishte dhe këtë që po vjen këto ditë, njerëz. Pra, të gjithë duan një ekuilibër dhe një raport të ndërsjellë nga i cili tarifat e larta dhe diskriminimi që mund t'i bësh ti një vendi ose një bloku të tillë, janë 27 shtete, kanë potencial të madh ekonomik, kanë popullsi të madhe, sipërfaqe të madhe, dhe të bërë së bashku ata janë fuqia, njëra nga 3 fuqitë e mëdha. Ma të mëdha në botë, e vërtet. Kështu që unë mendoj se Trumpi do di të gjej me aftësinë që ka, me mençurinë, me eksperiencën qoftë si biznesmen miliarder, apo dhe si politikan që ka qenë edhe një herë tjetër president, do di të gjej, po ky fillimi është pak i vështirë se lidhet edhe me premtimet. Ju falenderoj. Të dashur miq, ishte kjo analizë për sot. Ne folëm për 50 vjetorin e vendosjeve diplomatike midis Kinës dhe Bashkimit Evropian me të ftuarin diplomatin e njohur Spartak Topollaj. Unë ju falenderoj që qëndruat me analizë. Miru takofshim.